Në seancën gjyqësore të zhvilluar në masa të repta të sigurisë, por njëkohësisht edhe me dyer të mbyllura, gjykata e shkallës së parë në Vlorë ka vendosur që të lëjë në burg 2 prej 3 personave të cilët janë autor të dyshuar të pengmarrjes së shtetasit nga Kosova, ndërsa për një prej tyre ka vendosur që të lëjë në fuqi një masë më të lehtë sigurie. Seanca gjyqësore për 3 personat e arrestuar si të dyshuar për pengmarrjen e shtetasit nga Kosova ka zgjatur për rreth 2 orë. Në përfundim të seancës gjyqësore, gjykata e Vlorës ka vendosur 2 masa sigurie, arrest me burg dhe një masë sigurie, arrest në shtëpi. Sipas vendimit për shtetasit OQ si dhe JZ është caktuar masa arrest në burg, ndërsa për shtetasin 35 vjeç VA është vendosur masa e sigurisë arrest në shtëpi. Për këtë shtetas, gjykata e Vlorës ka vendosur një masë më të lehtë sigurie në argumentin e mospërfshirjes në mënyrë direkte në këtë ngjarje. Sipas trupit gjykues, gjë të cilën e ka argumentuar edhe përfaqësuesi i prokurorisë, rolin kryesor në përfshirjen e ngjarjes në pengmarrjen e 39 vjeçarit nga Kosova e kanë patur shtetasit OQ dhe JZ, të cilët edhe në njoftimin e policisë së Vlorës konfirmohet se e kanë dhunuar këtë shtetas. Përkundrejt, shtetasit JZ rëndon edhe një tjetër vepër penale, pasi gjatë momentit të arrestimit i është gjetur edhe një sasi e konsiderueshme kanabis sativa, por edhe një radio marrëse dhe dhënëse si ajo e policisë. Përgjatë seancës, siç mësohet, të 3 personat e përfshirë në këtë ngjarje nuk e kanë pranuar rastin e pengmarrjes. Sipas tyre, shtetasi nga Kosova ka patur një shumë lekësh borxh, të cilën ata kërkonin që t'ia kthente, por pretendimet e tyre trupit gjykues nuk i ka marrë parasysh. Për trupin gjykues, provat e dokumentuara në dosjen ligjore të pengmarrjes kanë qenë më se evidente për zbardhjen e rastit dhe dhënien e verdiktit final. 3 të dyshuarit pritet të hetohen në vijim për veprën penale të pengmarrjes, ndërsa organet e drejtësisë do të vjojnë procedura ligjore për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Sa i përket ngjarjes, 3 personat e përfshirë në të mbajtën prej datës 28 nëntor deri më 11 dhjetor të mbyllur në banesë një 39 vjeçar banues në Kosovë. Ata kërkonin prej tij shlyerjen e borxhit prej 70.000 eurosh, që sipas policisë lidhet me pazaret e mëparshme të trafikimit të lëndëve narkotike. Motra e 39 vjeçarit nga Suedia lajmëroi policinë, e cila arriti të zbulonte banesën në rrugën e re në lagjen Osman Haxhiu, ku mbaj i mbyllur 39 vjeçari nga Kosova, dhe më pas u bëhe mundur lirimi i pengut, si dhe prangosja e 3 personave të përfshirë në këtë ngjarje.